Nga 2026 në këtë vend mund të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Malajzia planifikon të ndalojë mediat sociale për përdorim nën moshën 16 vjeç, duke filluar nga viti i ardhshëm, duke u bashkuar me një listë në rritje të vendeve që zgjedhin të kufizojnë aksesin në platforma digjitale për shkak të shqetësimeve në lidhje me sigurinë tek fëmijët. Ministri i Komunikacionit Fahmi Fadzil tha të dielën se qeveria po shqyrtonte mekanizmat e përdorur për të vendosur kufizime moshe për përdorimin e mediave sociale në Austri dhe vendeve të tjera, duke përmendur nevojën për të mbrojtur të rinj nga dëmet në internet, siç janë ngacmimet kibernetike, mashtrimet financiare dhe abuzimi seksual i fëmijëve. Shpresojmë që deri në vitin tjetër platformat e mediave sociale do të zbatojnë vendimin e qeverisë për t'u ndalur atyre në moshën 16 vjeç të hapin llogari përdoruesish, u tha i gazetarëve sipas një video të komenteve të tij postuar në internet nga e përditshmja lokale The Star. Malajzia planifikon të ndalojë mediat sociale për përdoruesit në moshën 16 vjeç, duke filluar nga viti i ardhshëm, duke u bashkuar me një listë në rritje të vendeve që zgjedhin të kufizojnë aksesin në platforma digjitale për shkak të shqetësimeve në lidhje me sigurinë e fëmijëve.